Ministri i Financave Petrit Malaj bëri të ditur se qeveria ka miratuar aktin normativ të fundvitit i cili parashikon disa ndryshime në buxhetin e vitit 2025. Sipas Malajt, fokusi kryesor i këtij akti normativ është mbështetja financiare për shtresat të nevojë, veçanërisht për familje që përfitojnë ndihmë ekonomike, si edhe për personat me aftësi të kufizuara dhe kujdestarët e tyre. Nga çështjet kryesore që miratuam nëpërmjet këtij akti normativ janë mbështetja financiare për familjet të cilat përfitojnë ndihmë ekonomike, si dhe për personat me aftësi të kufizuar apo kujdestarët e tyre. Masa e mbështetjes financiare në formën e bonusit të fundvitit do të jetë 15.000 lekë apo rreth 150 euro. Në total, nga kjo nisëm, do të përfitojnë rreth 148.500 qytetarë me një fond total prej rreth 2.2 miliard lekësh. Një nga vendimet më të rëndësishme të ndërmarra nga Këshilli i Ministrave lidhet me përdorimin e fondeve nga ana e ministrive apo institucioneve buxhetore. Është vendosur që për të gjitha ato fonde të cilat nuk do të shpenzohen nga ministritë apo nga institucionet buxhetore, do të kalojnë në fondin e veçantë të pensioneve pranë Bankës së Shqipërisë. Ministri deklaroi se një nga vendimet më të rëndësishme të Këshillit të Ministrave lidhet me përdorimin e fondeve të pashpenzuara nga ministritë dhe institucionet buxhetore. Sipas tij, është vendosur që të gjitha fondet që nuk do të shpenzohen nga këto institucione të kalojnë në fondin e posaçëm të pensioneve pranë Bankës së Shqipërisë. Vlerësim paraprak që ka bërë Ministria e Financave, vlerësohet se shuma e cila minimalisht do të kalojë në këto llogari do të jetë në masën 150 milion euro. Kjo shumë do të përdoret për reformën e pensioneve të cilën kjo qeveri tashmë e ka nisur.